veprimet e Izraelit kundër Hezbollahu dhe kundër Hamasit në terren prej 2 vjetësh tashmë, duket se kanë bërë punën e tyre për t'i lodhur ushtarakisht këto grupe. Dhe si thash, asnjë reagim nuk ka deri më sot në mbrojtje të Tiranit, në mbështetje të Tiranit, dhe nuk besoj se do të ketë. Pra ju thoni Irani është i izoluar nga të gjithë. Një më tepër është i izoluar dhe besoj që më shumë se sa. Nuk ka asnjë shtet që mund t'i vijë, as Kina, as Rusia, megjithëse do ndalemi këtu? Kina nuk është një shtet që përfshihet në këto lëvizje të mëdha ushtarake. Nuk është në qasjen e Kinës që të ketë një konfrontim ushtarak apo pjesëmarrje. Kina është, le të themi, shteti më interesuar që linjat tregtare të mos dëmtohen dhe politika e tij e butë e penetrimit të funksionojë në mënyra të tjera. Për sa i përket Rusisë, unë besoj që valvula e Rusisë është tërësisht e mbyllur në kuptimin e përfshirjes në këtë rajon. Në një farë mënyrë Rusia është lënë të merret me pjesën e Ukrainës. Nuk besoj se do të ketë asnjë lloj angazhimi. Pra Putini nuk do ketë asnjë lloj angazhimi në Iran. Në intervistën Ka një ndërhyrje zoti Zaloshnja se mjafton regjia, po. Thjesht në intervistën që bëri zoti Putin e tha, mendoj unë qartë, para 10 viteve i jemi ofruar Iranit dhe i kemi ofruar ndihmën dhe asistencën tonë që t'i krijonim një sistem ajror për mbrojtjen e tyre nga situata të tilla. Nuk dëgjuam asgjë nga ta, kishin vetëm interes të blinin raketa nga ne. Në raketat përshitje i kemi, por ne s'kemi dëgjuar gjë, nuk na ka kërkuar njëri ndihmë. Kjo është nga goja e zotit Putin. Pra i ka larë duart Putini me Iranin. Kjo ishte përpara se të ndodhte sulmi. Duart nuk i lanë aq kollaj, se pastaj ka interesa, janë pika tensioni, pika presioni. Po në këtë rast. Do ndalim, zoti Ayazi, para se të shkojë te Zaloshni. Unë do të thoshë që së pari besoj që u realizuar në mënyrë të nightmare ose ankthi i madh i Iranit që Shtetet Bashkuara mos hynin në luftë bashkë me Izraelin. Tu në këtë pikun do të citoja sot një fjalë ose më saktë një intervistë sekretarit shtetit Rubio, ku pat shumë kujdes të thotë që ne jemi në luftë me Iranin, ne jemi në luftë me popullin iranian, ne goditëm vetëm objekte ushtarake. Ky nuk është akt lufte. Dhe kjo ishte shumë e... Pse u kujdes Marko Rubio për ta theksuar këtë? Sepse të hapësh luftë me një kom të madh, domethënë ka shumë më tepër pasoja, kështu që edhe në fakt edhe operacioni i tillë ishte. Operacioni ishte precise strike. Operacion kirurgjikal, siç e quajnë ata. Për atë dhe në fakt mëse imi të kjo pikë vërtet ishte impresionuese diçka nga ana ushtarake, që ato mbasi bën kraterin me... Pse i quajnë impresionuese? Sepse mbasi bën kraterin me këto bombat që quhen bunker buster, ato lëshuan edhe raketat Tomahawk që binin po në të vend në mënyrë që të bësh maksimal efekti. Domethënë shkon sa më shumë. Ta arrish ajo që kërkonin. Të shumë së di kanë arritur. Është 80 metra ku shkon bomba. 80 metra, po tunelet janë deri në 600 metra sipas ekspertëve. Dhe radioaktivitet për rreth nuk ishte. Kështu që ishte një koordinim shumë interesant. Teknologjikisht ishte vërtet diçka. Që e bëjnë vetëm Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më shumë se kushdo tjetër. Do besoj me që se jemi këtë pikë që Shtetet e Bashkuara dhanë një mesazh edhe për tjerat, jo vetëm për Iranin. Dhanë një mesazh edhe për tjerat? Pa më të vogël dyshim. Çfarë mesazhi mos harrojmë që sot. Këtë tentuan të kërcënonin në thonjza me këtë gjë. Nëse mundem për 2 sekonda. Janë të paktën dy është një luftë e hapur që është lufta në Ukrainë, që është luftë e vërtetë. Dhe një luftë tjetër që është një kërcënim i madh që është në Taiwan. Dhe në Taiwan. Janë 2 fuqi të mëdha të cilat në fund në qoftë ndodhet diçka do kemë përplasje me Shtetet e Bashkuara. Dhe Shtetet e Bashkuara tregojnë që çka kemi mundësira ne. Pra, Shtetet e Bashkuara i treguan Kinës me thonë shumë qartë. Se kush janë kapacitetet që kanë. Bomba përdoret për herë të parë. Ajo bombë që është përdorur është hera e parë që përdoret. Është hera e parë që përdoret ajo bombë që u përdor në Iran nga Shtetet e Bashkuara? Është hera e parë që kanë përdorur këtë bombë. Pra nuk ishin testuar asnjëherë në një objekt të përcaktuar. Maksimumi kanë bërë stërvitje. Në Afganistan po dyshi. Po kam idenë se jo për dyshi ka fluturuar, po bomba dhe bunker buster është hera e parë që do dyshi ka bërë bombardime në Afganistan. Kanë bombarduar Cape, kështu shpella. Më shoshë e ka bërë në di që e ka provuar. I takon që informacioni jo të jetë më i saktë se imi. Përtej kësaj. Mund të jenë përdorur, jo, me sa më kanë thënë dhe mua të ftuarit në emision për stërvitje, nuk është se nuk janë bërë testime në përshkretira, në për... Testimet po patjetër, them në fushë betej, bazuar në çfarë. Në objekte të caktuara, ndoshta është hera e parë që përdoren. Zaloshnja.